Nga vështirësitë për të mbetur shtatzën deri te lindjet e parakohshme janë disa nga pasojat e duhanit, alarmojnë ginekologët. Për këtë arsye, Asociacioni i Ginekologëve dhe Obstetërve i ka ndalë në mbështetje propozim ligjit për mbrojtje nga duhani dhe kërkojnë ndalim të plotë të tij në hapësirat e mbyllura. Sipas tyre, në rrezik vihen edhe personat përreth e jo vetëm duhanpirësit. Директни се импликациите каде што имаме доилки кои што се изложени дури како на чат од никотински продукти или цигари, не само за оние што пушат, тоа не постои дозволена концентрација или количина на цигари кој што е безбедна да се внесе кај една трудница. Но и оние што се изложени на second hand smoke, односно тие што би биле изложени на пасивно пушење, особено во затворени простории, ги имаат истите речиси, истите ризици како оние кои што се директни пушачи. Ginekologjja Irena Gosheva thekson se nikotina dhe toksinat e duhanit dëmtojnë fertilitetin te gratë dhe burrat, rrisin rrezikun e komplikimeve riprodhuese si dhe gjatë shtatzanisë, lidhen me lindje të parakohshme, peshë të ulët të foshnjës dhe rritje të vdekshmërisë gjatë periudhës para dhe pas lindjes. И мажи и жени да знаат дека активното, но и пасивното пушење, особено оние што се изложени на чат во затворени простории, им влијае на фертилноста, значи на потенцијалот за остварување на потомство. Кај жените го намалува бројот на јајни клетки, на овулации, квалитетот на јајните клетки, а кај мажите особено е афектирана спермогенезата и тоа и со број, и со подвижност на сперматозоидите и севкупната нивна морфологија. Përveç cigareve, ginekologjja Gosheva thotë se të rrezikshme janë edhe cigaret elektronike dhe vejpat. Përndryshe, me projekt ligjin parashikohet ndalimi plot i duhanpirjes në hapësirat publike dhe të punës, ndalim të reklamimit, promovimit dhe sponsorizimit nga industria e duhanit, rregullimin e shitjes, shfaqjes dhe ekspozimit të produkteve të duhanit dhe nikotinës, si dhe të pajisjeve për përdorimin e tyre.